Kemi hedhur bazat e standardeve në restaurimin e kalave duke mos lejuar humbjen e autenticitetit të pasurive kulturore. Kështu është shprehur Ministrja e Kulturës Mirela Kumbaro nga kalaja historike e Lezhës, ku inspektoi punimet e kryera në muret e lashta të saj. Kjo nisëm është në vazhdim e disa të tillave të ndërmarrë në të gjithë vendin, shtoi Kumbaro. Një pjesë e madhe e monumenteve nuk janë shkelur nga specialistët për dekada të tëra. Kalaja e Lezhës, restaurimin e fundit e ka njohur diku në vitet 80 dhe që është atëherë nuk kemi asnjë operacion ndërhyrje në Kalajën e Lezhës, por kaq të vjetra janë ndërhyrjet ose mos ndërhyrjet dhe në shumë site të tjera. Megjithatë, ju siguroj që Ministria e Kulturës ka mobilizuar partnerët, mjetet e veta, finansimet e qeverisë shqiptare, të cilat më shumë se asnjëherë po japin prioritet kulturës. E pyetur për mungesën e ndërhyrjes në pjesën veriore të kalas, aty ku dëmtimet janë më të mëdha, Kumbaro sqaroi se po hartohet një projekt i veçantë pasi edhe vlera e ndërhyrjes është e madhe. Në lidhje me dëmtimin e shtëpisë së Frashëllinjve, Kumbaro u shpreh se çdo shtëpi muze do të rikonstruktohet dhe nuk do të lejohet që të dëmtohet më tej. Gatishmërinë për bashkëpunim e dha edhe nën kryetari i bashkisë Enver Hafizi. Uroj që kjo të jetë një sinjal i parë i fillimit punimeve dhe Lezhë ka shumë zona muzeale, ka shumë zona arkeologjike. Me ministrin biseduam që do jemi me përparësi, do kenë bashkëpunimin ton, do jemi gjithmonë bashkëpunues në projektet e ardhshme që ka Ministria. 32 milion janë akorduar për Kalanë e Lezhës në këtë ndërhyrje, ndërsa për herë të parë do të hyjë në punë edhe bileteria e kalas, e cila nuk ka ekzistuar më herët.